Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Velia i ka lëshuar një tjetër mesazh të koduar nga burgu ndonse nuk dihet se kujt i adresohet, duke zgjedhur platformën TikTok të ndaluar nga qeveria, ku prej disa ditësh Velia i ka postuar mesazhet e tij. Velia i adresohet një personi, duke e bërë fajtor për arrestimin dhe poshtërimin e tij. Të më arrestosh dhe të përpiqesh të më poshtërosh, e di që të ka bërë të ndihesh mirë, por karma gjithmonë e gjen rrugën për t'u kthyer, edhe nëse vonohet. Shpresoj vetëm që ata të jenë aq të fortë sa isha unë, shkruan Veliaj. S'kam zgjedhur kush hyn në këtë zyrë, i kam mirëpritur të gjithë, sepse kështu e bën një kryetar bashkie, shkruan mbi video ai. Më herët Veliaj kishte lënë të nënkuptoj se e kishte mësuar se cili ishte Nesti Angoni, personazhi anonim misterioz që raportohet se dërgoi në SPAK letrën kundër Veliajt. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.